Vita duke të rregull, Zeka goditja 2-1 për Suharekën. Mevlan Zeka. Në momentit shojmë Zeka, Qori ishtë të piktyër, Zeka 3-1. Minuta 74, Suhareka avancon me 2 gola për balë Llapit. Niset Mevlan Zeka, realizon për 4-2. Qoriq arriti ta kupton të ekran, por nuk janë doli ta ndal nga të gjualje. Ne kemi pas vështirësi gjatë kampionatit, edhe sidomos ndeshjet e fundit që kemi pas krizë me rezultate. Edhe pse disa ndeshje kemi luajtur shumë mirë, po epilogi i takimit gjithmonë ka qenë kundër nesh. Ne jemi mobilizu maksimalisht që Suhareka këtë vite të qëndron në Super League, sepse brenda skuadrës tonë ka futbollistë që kanë barën kryesore edhe në për ekipe ku kanë qenë, ka lojtar kampion dhe është vërtet në kat i madh që këta futbollistë të binë nga kategoria. Kemi edhe dy takime, normal që duhet të adhojmë maksimumin secili prej nesh, dhe në fund besoj që ne do të arrijmë që përmes barazhit edhe të qëndrojmë në Super League, por gjithmonë duke e marrë ndeshjen e radhës, e cila është në Malishev, ku është një ndeshje mjaft e vështirë, po duke besu tek skuadra jonë të bashkëritare të stafi teknik, besoj që do të dalim faqebardh. Por i dua ta falenderoj edhe komisionin për vlerësimin e futbollistit javës. Unë po munduam të jap maksimumin në çdo ndeshje, duke u shpërbly si golashënues i Superligës Kosovës. Besoj që do t'i ndihmoj skuadrës edhe në këto 2 ndeshjet e ardhshme. Kemi pas përballë edhe një kundërshtar që është direkt që po lufton me neve për të kap një vend në barazh apo të qëndron prapë në Super League. Po kretë kjo më varet se siç do të qasemi këto 2 ndeshjet e radhës dhe shpresoj që Suhareka të jetë pjesë e Superligës së Kosovës edhe në vitin ardhshëm. Falenderoj bashkëtorët e mi, sepse pa ta normal që edhe unë nuk do të isha golashënues. Falenderoj kryesinë e klubit dhe stafin teknik në krye me trenerin Mirë Eliosa.